Shëndetje shenja Briciapit, kjo është panorama javore. Java për ju fillon me kartën fëmia. Kjo është një energji e re, e pastër, e pambrojtur, mund të jetë një fillim, një ndjenjë që lind, një situatë që është ende në fazë të brisht, ka një pafajësi këtu, por edhe një ndjeshmëri të lartë, diçka që kërkon kujdes, vëmendje dhe butësi. Ju jeni në kontakt me një pjesë të vetes që nuk është e fortë në dukje, por është shumë e vërtetë. Për disa mund të bëhet fjalë për një fëmijë. Narrativa lidhet menjëherë me kartën afrimi ose njohja. Një lidhje, një afrim, një shkëmbim energjie fillon të marrë formë. Ka një ndjesi të bukur këtu, një tërheqje, një interes, një hap drejt dikujt ose diçkaje që ju bën të ndiheni gjallë. Por kjo është ende në fillim, ende e ndjeshme dhe pikërisht këtu hyn një ulje me kartën dëshpërimi. Dhe diçka nuk shkon siç është pritur, mund të jetë një zhgënjim, një ndjesi që diçka nuk po ecën ose që nuk po merr formën që kishit shpresuar ju. Kjo kartë sjell një moment ku ndiheni të dobët, ndoshta edhe të pavlerësuar ose të pasigurt. Është një pikë kthese ku zemra juaj ndjen peshë. Nga kjo gjendje, panorama shton edhe kartën e komunitetit. Ju duket se nuk jeni vetëm, edhe nëse kështu mund të ndiheni, ka njerëz, ka ndikime, një ambient që luan rol në këtë situatë dhe kjo kartë mund të tregojë mbështetje, por edhe presion ose ndërhyrje nga të tjerët, pra nga komuniteti, që mund të jenë familjar ose njerëz që ju rrethojnë. Është e rëndësishme të kuptoni çfarë është e juaja dhe çfarë po ndikohet nga të tjerët. Më pas vjen një fazë pritjeje me kartën pritja dhe ju jeni në një gjendje ku prisni diçka të ndodhë. Ndoshta prisni një përgjigje, një zhvillim, një lëvizje nga ana tjetër ose nga ndonjë person në mendjen tuaj. Kjo pritje nuk është e lehtë sepse mbart pa siguri. Është si të qëndroni pezull mes shpresës dhe dyshimit. Dhe më pas, si një kthes që sjell peshë dhe seriozitet, shfaqet karta martesa ose bashkimi. Kjo është një energji angazhimi, një lidhje që kërkon stabilitet dhe vendim. Mund të jetë një bashkim real ose një vendim për të qëndruar në një drejtim të caktuar. Por kjo kartë nuk është e lehtë, ajo kërkon përgjegjësi, jo vetëm ndjenja. Dhe pikërisht pas kësaj shfaqet karta mesazh shqetësues. Diçka lind që ju vën në mendime, një sinjal që jo gjithçka është e qartë apo e sigurt sa dukej. Është një ndjesi që ju bën të ndaleni dhe të reflektoni. A është kjo ajo që dua vërtet? Dhe mbi gjithë këtë rrjedh qëndron karta e prizëm orakull rehatia. Por kjo gjendje e rehatshme nuk është në fillim të historisë. Ajo vjen pasi kaloni përmes gjithë këtyre ndjenjave. Pra, ju jeni duke përjetuar një fillim që ju prek thellë, por që nuk është aq i thjeshtë sa duket. Mos u trembni nga ndjeshmëria juaj. Ajo është një pjesë e së vërtetës që po përjetoni ose duhet ta përjetoni. Kur të ndjeni zhgënjim, mos e mbyllni veten. Ai zhgënjim është një pjesë e procesit, nuk është fundi i tij. Pra nuk është fundi i procesit. Mos e humbni veten në pritje duke pritur të tjerët. Ju duhet të qëndroni të lidhur me atë që ndjeni dhe me atë që meritoni. Dhe kur të vijë ai moment dyshimi, mos e injoroni. Ai është një udhërrëfyes, jo një pengesë. Ngushëllimi që kërkoni nuk do të vijë nga jashtë, por nga momenti kur ju e pranoni të gjithë këtë rrugëtim pa e gjykuar veten. Paçim.